Koha jon debat nga Nikol Lesi. Përshëndetje. Jemi live në emisionin ton Koha jon debat. Të radhe kam ftuar një personazh emblematik, polemizues i madh, njëri që kritikon majtës dhe djathtas. Ky është avokati i njohur Ylli Manjani. Faleminderit që erdhi. Lezhiani Ylli Manjani thëmë. Lezhiani zbutur. Atëherë do flasim për protestën. Zoti Manjani, ç'është kjo protestë? Po, ti ta them, domethënë, është një... Unë besoj që kjo është një reagim i nisur midis shokëve, një pakënaqësi midis shokësh, që ka arrit në këtë nivel. Asta ata vetë nuk e kanë... Si mes shokëve? Pak me gjuhën e... Kush janë ata? Nuk janë armiqtë e Edi Ramës, janë miqtë e Edi Ramës ose miqtë e Edi Ramës, po ti shohësh me vëmendje. Ti thua që janë njerëzit e Erion Velis? Përfshirë dhe ata. Përfshirë dhe ato, po a vetëm ata? Unë mendoj që ata janë në organizim, po megjithatë ata po themi janë një nga... Zotë Manjani, po deri tani kryeministri ka thënë që pas tyre janë iranianët, pas tyre greket, tani Erion Velia. Nuk e di që ka thënë kryeministri, unë nuk mendoj që ka qenë kjo, me sa kam kuptuar unë pak të kryeministrin. Kryeministri mendon që kjo protest i shërben iranianëve, ose i shërben interesave greke, ose i shërben, nuk është thënë që ata janë këtu edhe për ata janë shqiptarë, janë socialist, në shumicë janë miqtë e Edi Ramës, janë votues të Edi Ramës, në shumicë, flas gjithmonë. Sigurisht, me përjashtim të këtyre pleshtave që kanë hyrë në pravanisë kalit dhe mendojnë që të ecin karrocën, janë ca dështak të opozitës që janë aty, por baza është kjo. Unë përrej të them që kjo është një protest, një dismiq që janë të palumtur nga miqësia e kahershme me Edi Ramën dhe kaq. Zotë Manjani, sot dita 10 mos gabon e protestës, ne jemi live, thash edhe një herë për ju shikues të nderuar të gazetës Koha Jon Online, që jemi në 1.2 milion ndjekës. Zotë Manjani, sot është përvjetori i 148 mos gabon i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dhe këta edhe në hyrje bën një hyrje të madhe që kjo është lidhja e dytë e Prizrenit. Si të duket kjo? Lidhja e dytë e Prizrenit ishte kundër coptimit të trojeve shqiptare, apo ja? Që lidhje ka kjo? Nuk mendoj se ka lidhje, me thënë drejtën, ashtu siç ka shumë gjëra që nuk kanë lidhje në kuptimin logjik të fjalës. Shiko, unë kam një alergji, me thënë drejtën, nga termi politik revolucion. Pra këta e fillojnë në një revolucion, këta e proklamojnë që ka një revolucion në Shqipëri, revolucioni Flamingo. Edhe gjetja është idiote. Flamingo që rri me i kamë, kupton? Përshkojnë të zyra e Edi Ramës dhe rri me i kamë. Pra si simbolik, po çon si ka edhe kjo se është punë për ta. Por unë vetë personalisht me revolucionin kam alergji. Nuk e pranoj, nuk e oneps. Nuk jam mbështetës i asnjë revolucioni. Shiko Nikol, ti dhe unë i takojmë një brezi që e kemi pa çfarë është revolucioni. Kemi qenë me bark bosh nga revolucioni. Kemi pas një palë këpuc në sa vjetë për shkak të revolucionit. Kemi prerë kokat e njëri tjetrit për shkak të revolucionit. Kemi urryer prindërit tanë për shkak të revolucionit. Nuk kemi ditë që shprona private për shkak të revolucionit. Kemi vrarë njerëz pa gjyq për shkak të revolucionit. Dhe në qoftë se shqiptarët e kanë harruar këtë gjë dhe kërkojnë prapë revolucion, unë nuk jam dakord. Sikur 3 milion shqiptarë janë dakord me revolucionin, unë do jem kundër. Me revolucionin flas gjithmonë. Kushdo që përcakton fjalën revolucion, është në vetvete një fabrikë dhune. Kudo, në gjithë botën kështu është. Revolucioni është fabrikë dhune. Ne nuk kemi nevojë më për revolucion, kemi nevojë për transformime, po, kemi nevojë për reforma, po patjetër. Kemi nevojë për normalitet politik, pa diskutim që po. Mos e kanë në këtë sens fjalën revolucion për transformim, ndryshim sistemi politik. Jo, revolucioni është terminologji e politikës ekstreme. Mos e nënkuptojnë këta. Jo, është politikë e majtë, që po të vim të organizimi pra. Janë të majtët ekstrem të botës, që për mua kulmojnë të familja George Soros, me sa duket ka një lodhje me Edi Ramën, për shkak të investimit të xherët kushte. Ma thuaj edhe një herë zoti Manjani ta dëgjoj mirë që ta dëgjojnë. Po nuk kam parë që Edi Rama të jetë mik me Sorosin këto kohë të fundit. E keni parë të jetë mik, unë s'e kam parë. Prandaj mendon që edhe CNN dhe gjithë këto media po rrjeti Soros është më burr. Rrjeti ballkanik i Sorosit.
është në organizimin e gjës. Dhe në Shqipëri ata nuk kanë strukturë më të mirë se sa atë që kishte krijuar Envelia. Nuk e di është apo jo Envelia këtu, ti jemi realist, unë nuk kam provë. Jo, është në qeli, po. Nuk e di. Po a është në organizimin e kësaj apo jo? Po rrjeti i Soros është prezent. Asistenca e këtij revolucioni vjen nga Serbia. Nuk është sekret kjo. Ka dalë në media, vjen nga Serbia. Ata që kanë bërë lëvizjen për të larguar Xherret Kushnerin nga Beogradi janë pas këtij. Japin asistencë, ata nuk janë aty se nuk ka njerëz. Njerëz, ata janë shqiptarë, sigurisht. Shqiptarët nuk i nxjerrin serbët. I nxjerrin shqiptarët, pa diskutim që po. Dhe shumica aty janë të gënjur, ata nuk e dinë ç'po çajnë. Filloi si lëvizje kundër Zvernecit, zoti Manjani. Po pra, kundër Zvernecit. Po pse kundër Zvernecit? Jo kundër Zvernecit, kundër Xherret Kushner. Kundër projektit kundër Xherret Kushner dhe kundër faktit që Edi Rama ka miqësi me familjen Trump. Kjo është gjithë historia. Dhe për sa kohë CNN dhe mediat e kësaj linje do kenë interes për ta pasqyruar si një lëvizje globale këtë revolucion që i kanë vënë emrin Flamingo, do vazhdoj edhe kjo si skenografi e CNN-it. Kur CNN-it mos ketë më interes, do ikin dhe këto në shtëpi. Kjo është gjithë historia e kësaj pune, e them thjesht. Aty ka njerëz që me kalimin e ditëve aty ka njerëz që kanë hall, dikush ka ile ndërtimit pa marrë, dikush ka tokë pas bardhur, dikush ka histori pa punë. Ka njerëz pa punë, ka njerëz që pak ka patjetër pa diskutim. Por në shumicë janë njerëz që janë gënjur nga narrativat e Facebookut, nga ato mjeshtrat, nga ajo struktura që funksionon si call center, që bëjnë profile falso, që ndërtojnë kështu vizatime, skema për të mushmendje njerëzve, veçanërisht shqiptarëve në emigracion. Veçanërisht atyre. Se si të shplahet truri, sa më revolucioni është një nga efektet e revolucionit është shplarja e trurit njerëzve. Dhe këta janë shumë suksesshëm me këtë, pa diskutim, duhet i vlerësosh për këtë. Janë të suksesshëm, e kanë bërë me shumë sukses këtë gjë, me shumë durim, nga pak e çdo ditë. Dhe kanë arrit në këtë gjë, në këtë nivel. Që prapë them që shumë larg se Edi Rama i njeh mirë. Si jemi në vazhdimin e kësaj protesta, lëvizje, quaj si duar zoti Manjani? Mendon që do ketë të konvertohet një formacion politik, një parti politike, apo vetëm vazhdo me këtë sens, lidhemi flasim gjithë dhe asgjë s'bëhet? E kam një gjuk të teori, por në sekondin që ato do shpallin një parti politike, sigurisht marrona, bie e gjitha, shuhet. Dhe ata janë të kujdesshëm që të mos e bëjnë këtë gjë, po ta vini re në vëmendje. Sepse ata duan të krijojnë deklarojnë parti politike gjysma ikin, sipas shuhen me njëherë, nuk ekziston më. Shuhet, sepse ajo partia politike do duhet futet në jetën institucionale, të regjistrohet, fillojnë të bëjë informacion apo flet me deduksion? Jo, po është logjik. Çfarë do bëj partia politike? Do rinë shesh. Partia politike do të organizohet, do të dalin nëpër Shqipëri, do të fillojë ka tjetër histori partia politike. Dhe ata pra ne nuk shpallin as lider, as drejtues sepse duan të bëjnë që të duket diçka kaotike, është diçka që populli tani e ka në dorë këtë gjë. Fiks revolucion mo. Revolucion dhe jetojmë si revolucionarë në rrethime. Moment, e Beroja ka qenë brillant të gjëra. Po, aty është revolucioni, është rrethimi. Aty pash mbrëm, gjithë kemi parë disa të rinj që janë mosh 16 vjeçar, 20 vjeçar që thonë revolucion që nuk e kuptojnë fare ç'është revolucioni. Kjo është trushpërlarje pra. Kjo është trushpërlarje e rrjeteve të politike, me natyrë politike, që e ka pas dhe e ka shoqëria hapur, është rrjeti i Ballkanit, ka një rrjet në Ballkan shumë të fortë, po them vërtetën, që prej vitesh nga pak e çdo ditë kanë ndërtuar agjendën me drejtime të ndryshme për të ardhur në këtë mënyrë. Shumë mirë kanë bërë, unë kam qenë herë kundër me këtë. Kundër ka qenë Sali Berisha që e mbështet këtë protestë. Ka qenë kundër Sorosit, sot është me Sorosin. Unë mend ç'kan thënë për Sorosin këta? Po di. Dhe Sorosi që i ka bënë amçiku i ka. Ja ku janë. Kjo është narrativa e thënë thjesht. Zoti Manjani, ju mendoni se është Sorosi pas kësaj gjithë proteste? Unë mendoj që me hamendje po revolucioni, ideja e revolucionit e një reagimi revolucionar në emër të një flamengoje vjen nga jashtë. Është e kësaj strukture. Kjo strukturë pastaj ka ndërtuar linjit e saj dhe për t'i dhënë mesazh djalit plagëprishës Edi Rama që ti që na lën ne për Xherret Kushnerin, ne të bëjmë dhe këtë. Kjo është mesazh i qartë. Tash Edi Rama s'ka për ta thënë kurrë këtë që të them unë sigurisht. Tash unë nuk jam as shefi i Shikut, as shefi i CIA-s, që t'ju them që këtë e kam të sigurt edhe. Unë kështu e mendoj, kështu e shoh. Po të shoh përbërjen e njerëzve, mënyrën e organizimit dhe se si është strukturuar, asistenca teknike që marrin nga rrjeti i fondacioneve Soros, Serbi, Shkup dhe Bosnjë,
Më vjen keq, po kjo është. Dhe në Shqipëri është struktura që ka pas ndërtuar për vitesh Erion Velia, shumë efektive, e kanë përdorur për zgjedhje atë gjithmonë. Po më vjen në fushat zgjedhore ishin më agresive ato në Facebook, këtë punë bën Po prapë. një ushtri e madhe. Kjo është fiks, e njëjta ushtri. Pra njëta ushtri që ka punuar për llogari të Ramës dikur, po kthehet nga Erion Velia kundër Po kthehet nga Erion Velia, po kthehet nga ata që ja kanë marrë Erion Velis dhe po e përdorin këtë s'di ta them. S'di ta them se s'ka interesu, mos më intereson. Nuk po them që kjo është taktika, kjo është teknika e gjës. Zotë Majani, Dhe ata nuk kanë përnxjerr kur lider, se po nxorren lider më në fund. Nuk kanë përnxjerr kur një platformë politike se marrin fund. Ata duan të krijojnë idenë e një kaosi që këto shifeni çfarë halle ka ka dhe Shqipëria. kufi dhe kaosin kur nuk nxjerr, kur nuk kthehet në një formacion politik, zotë Po Majani. them çfarë mendojnë ata, se për mua unë nuk kam interes, unë nuk i shoh, këtu tash po i shoh. Mas kaq diç, po shoh diçka ta pa me këtë çast, nuk i shoh. Nuk kam pikë Ishte interes. se kanë blokuar një pjesë të Tiranës nga ora 8 deri në 10 të Jo, darkës. por nuk mbie rruga në këtë orë të ditës. Revolucioni që bllokojnë rrugë, Nuk më bie rruga këto kohë atje, kështu që nuk kam asnjë realisht domethënë. Thash, edhe arsyeja pse e kam këtë është nga alergjia e fjalës revolucion. Kam qenë dhe do jem kundër çdo revolucioni. Revolucioni është poshtërsia më e madhe që i bëhet një populli. Zotë Majani, fillimisht Partia Demokratike nëse ke parë dhe Berisha në fillimet 2-3 ditë e para sikur u distancuan nga kjo protestë. Pastaj kanë filluar ta mbështesin me deklarata që mbështesin protestën. Ç'a pozicioni është Berisha në këtë rast? Pozicioni i mizës kalit pra të prapanica e kalit dhe thot tash të tërheq unë karrocën. E kupton? Kjo është gjithsesi, po Berisha mos harrojmë, shikoni. Nuk është mizë ka që e vogël është. Jo, është mizë e madhe, patjetër, nuk është mizë e vogël. Mizë e vogël është Agranshejaj, po mizë e madhe është Saliaj. Patjetër që po. Por çështja është që politikisht janë të dizorientuar, është janë se ato macet që janë prej mustaqet edhe s'ka s'din ka të shkojnë atë, hardhuca pa bisht. Ke parasysh si orientohet hardhuca pa bisht, kështu janë ata. Në këtë pikë them që ka një gjë, por e përsëris edhe Berisha në vetvete në platformën e tij politike, të reagimit politik flet për revolucion, komunist tipik. Pa pranueshme për një parti që i thot vetes së djathtë. Tani e kupton Nikoll, shiko ka i gjë më burr, se është shumë e thjeshtë për ta kuptuar besoj. Në qoftë se ne për shkak të revolucionit. Po punartja sëroj me shikuzet tanë. Në qoftë se ne për shkak të revolucionit ose në emër të një revolucioni vetë javëm emrin si duam. Kushdo që bën biznes e quajmë oligark. Kushdo që vjen të investojë duhet ta përzojmë se po na blen Shqipërinë. Kushdo që ka një vil quhet kulak ose i korruptuar. Kushdo që një psikologji komuniste fare. Jemi këtu tani, nëse i shpallim gjitha këto për një moment, e shpallim Shqipërinë që po do të pastrojmë Shqipërinë nga këta që do bëjmë qefin këtyre revolucionarëve të mëdhenj djathta ku diun çfarë këta. Çfarë të bëjmë pastaj ne? Të fërkojmë sytë Arlin Qoret? Apo të punojmë te call centeri i Agranshejajt? Se pa përmend Arlin Qorin. Po çfarë të bëjmë? Si protestuesit apo të punojmë te call centerat e këtyre që dalin atje, përfshi edhe ku diun varet e neqen, ashtu s'po i. Zotë Majani. Kjo është mabeti. Pak a shumë protestuesit, disa deputetë kryetar partisht nuk i kanë lejuar në protestë, kanë lejuar vetëm Arlin Qorin. Ma shpjegoj. Arlin Qori është në habitatin e vet, ma është komunist, kërkon revolucion. Është në habitatin e vet. Është totalisht. Domthonë, nëse Arlin Qori është triumfi i tij, pra, domthonë linja e tij politike është triumf, është revolucion puro neokomunist. Puro. Është brenda filozofisë të tij. Arlin Qori shkon tek qendrat tregtare dhe nxit njerëz për t'i thyer xhamat. Çfarë është kjo? Shkon tek biznese dhe nxit njerëz që të dëmtojnë bizneset. Në emër të revolucionit pra, është habitati i vet. Është tezë rrezikshme kjo. Dhe nuk duhet kemi kur, mendoj unë, lodhje për të thënë njerëzve këtë gjë. Ore revolucionit le pa bukë. Revolucionit të vret mëre, të heq kokën, të merr pronën, të zhduk, çat bën, po të rrim të shohim atë të hym në llap tikut, Adriatikut e kam fjalën. Zotë Majani, pati ka një gjuhë fyrje nga profilet e një numër të madh njerëzve që marrin protestë, po ato që dalin kundër protesta, japin mendime, ashtu ka fyrje në rrjetet sociale të revolucionarët i fjalor jashtëzakonshëm negativ. Po, revolucionarët. Më bëri përshtypje një status i Ben Blushit, nuk e dini se patë kohë tashoresh që tha, po nëse ndodh tha që
Zvërneci nuk e bën Kushtër, po e bën një oligark shqiptar, a do kthehen flamingot? Atëherë, unë jam vetë viktime kësaj që viktim. Nuk do të jem viktime këtyre se u bë qefi, nuk jam viktim, se këto Se të kanë masakruar në... Më vin anash mua këta dhe edhe sa si puna këtyre. Të kanë masakruar në status. Por çështja është që javën e shkuar, unë thash të gjë, masi kisha denoncuar në rrjetin tim social, modest. Kisha denoncuar atë të reqin zvarr, po është e paligjshme. Është rënd shumë e. Ishte shumë e ndyrë. Denoncova telat me gjëmba në breg të detit dhe në det. Ësakt, shumë e ndyrë. Është patolerueshme. Ësakt. Arroganca e paras nuk do ta lejoj këtë gjë, as e pushtetit. Deri këtu ishim okay. Je sakt, po. Kurse kur fillojnë Tiranë, thash një fjalë. Kjo e Tiranës nuk ka lidhje me Zvërnecin, kjo është politike. Dhe siç e shihni është politike, sepse një protestë që del në bulevard dhe thotë të jap dorëheqje kryeministri, kshu e ka emrin, quhet politike. Po, sakt. Nuk ka emër tjetër. Tash i vetëm për këtë fjalë, në rrjetin tim social më vjen një lumë sharje shorti me gjallë me të vdekur, se ka dhe nekrofil nga te, janë edhe nekrofil për ndër të tjerë. Veçanërisht ne nga Veriu e kemi këtë nekrofolinë, kemi me gjallë me të vdekur. Jo, gjitha ne ka. Po jo, ishin verior atë sepse nuk di pse ishin verior. Jo, mos. Jo ta them se nuk dalloshin çën nga qeja. Jo ta them se dukeshin ata. E kupton, dhe unë shkova si zakonisht në emisionin... Zakonisht në pasionet e demokratët të Saliut, Okej, qënë si ka, paka shumë vinin nga revolucioni, ishën revolucionarët që qa kjeti me protestën. O dhe filloshin, kësë s'për hykse që, në regu, po, qa mund kemun me protestën, me që, gjithmonë, jo me që. E kupton, dhe kjo ishte gjithë historia. Vajdan, me thënë drejten, unë kam zhvillu për shkak të jetës publike, goxha tolerancë me këta gjëra, thënë djallë vaftë kështu janë shqiptarët. Po atë natë e humba disi atë, pra mendova që u ngarkova. Dola në emision, isha atë emisioni radhës ku shkojmë bashkë nga herë. Po. Dhe them, kush më ka sharë, është i sharë. Me të njëjtin... Jo, nuk përmenda fjalë, po nuk kanë sharë. Kush ka punë me robët e mitë, shofi robët e vetë, valla. Zoti Manjani. Se kjo është gjithë historia. Pas asaj, një lumë sharë është tjetër, dakord? Mos është edhe një kështu mania, një breza, një shfryme i njerëzve, qytetarëve në rrjetet sociale që kanë parë përveç protestës, edhe kur kanë dikush ta zëm, zoti Manjani, që shkruan një koment, një opinion, në vend që debatoj për opinionin e tij, për mendimin e tij, qoftë kundërshtar, vetëm shajnë. Mos a kryer një mani kështu gjithë popullore kjo. Atëherë unë mendoj që kjo ka ardhur në nivelin e shoqërisë. Po, patjetër. Kjo ka ardhur për shkak të një shkatërrimi gradual, por të sigurt, të sistemit edukativ në Shqipëri. Nuk është vetëm shkolla, është dhe familja, është një farë arrogancë. Shiko, është si puna saj që ne vishim nga uria e revolucionit dhe ram në ushqim, edhe u frym gjithë nga barku. Kështu është edhe kjo puna e këtyre brezit të ri. Domethënë familjet tona, ne për fëmijët tanë bëjmë më shumë se sa ç'kan bërë prindërit tanë, se kështu është mundësia, apo jo? Dhe ndërkohë sistemi edukativ ra, prindit fillun të kenë arrogancën e paras, dhe kjo ka krijuar një boshllëk ideor, mendimi dhe edukate tek brezi i ri. Dhe kjo, me thënë të vërtetën, është shumë shqetësuese, sepse po vjen një Shqipëri me rob shtëpie. E kupton, nuk po vjen një Shqipëri që të mendoj se si të paktën minimalisht të drejtohet fjalorit edukatës. Po, se kur shiko komentet janë të merrtë. Kjo tregon një ignorancë totale, një ignorancë e jashtëzakonshme. Shto këtu dhe faktin që rrjetet sociale kanë bërë një punë, unë jam disloguar nga rrjetet sociale, vendosa të dal nga rrjetet sociale. Disa thonë është vullneti, disa thonë është pasioni, disa thonë është forca dhe përqëndrimi. Për mua, është ekuilibri që kam vendosur me natyrën. Ekuilibri në mendje dhe në trup. Ashtu si natyra ka krijuar ekuilibrin në dhuratën e saj më të çmuar për ne. Glina! Bravo! Ne i themi Glina. Ne i themi Glina. Mora një vendim të dal nga rrjetet sociale sepse ata janë qendra hanraku. Ata janë puseta, mlefi dhe zhuli. Pra ti nisesh nga ideja, pra misioni i këtyre rrjeteve sociale që të afrojë njerëz ka dështuar totalisht.
sepse po i përça njerëzit, po i ndan njerëzit, po i keq edukon, po i keq informon dhe i ngarkon me mllef. Dhe kjo është një gjë që më thënë drejtë një gjë shumë e shëmtuar. Vendosa të dislokohen për arsye higjiene mendore, asgjë tjetër. Duhet të kemi një higjenë të caktuar, ta njoh Shqipërinë me sytë e mi, të pranoj të flas me njerëz, ja bashkë flasim mas shumë kohë se ka herë edhe ne kishim filluar të folëm në Facebook ti dhe unë. Ja që u bombard diçka që është korrekte, jo. Dakor. Ta kam fjalën që duhet të them që është kontakti drejt për drejt është shumë interesant se sa rrjetet sociale. Zotë Majani, këto po marshojnë tani nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. A mendon revolucioni marshon, Nikol? Revolucioni marshon. I ka shpikën, i ka thonë në veri këto. Po më thon këta jemi revolucionar thon, dhe thon vetë more. Revolucion për ti që ndjekësh bërë, revolucion, e kupton? Nuk mund të jemi revolucionarë, më thënë drejtë. Ta bëj pyetje ndryshe, zotë. Po t'ishe kryeministre, hipotetike, që dalin te Rama, si do reagoje ndaj kësaj proteste? Se disa kërkesa edhe nuk janë të këqija, domethënë ndryshimi i sistemit politik se dy vetëm Rama dhe Berisha. Ndryshimi i kushtetutës, kam dëgjuar atje, mandati i kryeministrotit me 2 mandate, disa teori që pak a shumë teza politike janë, disa gjëra, pse me të gjitha vetëm si revolucion, zotë Majani? Ka nevojë politika të marrë pjesën më të mirë. Politika ka nevojë për reformë të thellë. Shteti ka nevojë për reforma të thella. Si do të thotë? Përmbysëse madje. Në kuptimin që ndërtimi diçka tjetër, më garuse, më të hapur, më proporcionale, më jo arrogante, me një qasje më përfaqësuese, aq sa të lejon shoqëria, me thënë drejtën, se unë nuk besoj që shoqëria jonë është ende e shtencenuar nga e shkuara, po sidoqoftë. Patjetër që po. Por revolucioni nuk është zgjidhje. Revolucioni është dhunë permanente. Një reformë e keqe korrektohet shumë më shpejt se sa një revolucion i mirë me qëllime të mira. Revolucioni do breza që të përmbyset. Reforma mjafton ndrosh qeverinë, ose mjafton që edhe brenda qeverisë ta bindësh qeverinë që të ndryshojë gjëja. Në këtë kuptim të them janë dy gjëra të ndryshme. Pra, unë nuk, domethënë, nga revolucioni mund vinë gjithmonë gjëra të mira, po dëgjoj Leninin, Lenini ka qenë brillant më burr. Teoria po, patjetër. Po mjetet revolucionare dhe e çoi Rusinë aty ku sa vite mbrapa. Dhe kjo është një shekull. Kjo është për gjithë historia. Dhe nuk është diçka shumë serioze kjo gjë. Po më patjetër që Edi Rama ka nevojë. Dhe kushdo tjetë në vendin e Edi Ramës që rrin kaq gjatë në pushtet, qelbesh në pushtet, qelbesh më burr. Pa diskutim që duhet diçka alternative. Po qelbesh në pushtet, po qelbesh edhe në opozitë, zotë Majani, nëse. Pikërisht, po nga që qelbet në opozitë, qelbet ai tjetri në pushtet, sigurisht, patjetër që po. Ndaj them që sistemi politik patjetër që ka nevojë për një reformë të thellë. Pa diskutim që po, sistemi politik. Unë nuk pres që nga partitë tona të dalin, unë kam vendosur të bojkotoj zgjedhjet e fundit. Dhe më shumë gjatë do t'i bojkotoj për shumë gjatë zgjedhjet. Pse? Sepse mendoj që vota ime nuk ka asnjë vlerë në këtë sistem politik. Dhe këtë nuk e kam për revolucion, e kam për reagim personal. Unë nuk jam revolucionar, të thash, nuk e urrej revolucionin, por ka një problem. Nuk jam i bindur që sistemi politik aktual prodhon gjëra të mira. Ka prodhuar një shtet jo të mirë, jo të drejtë, ka prodhuar një administrat që nuk shërben pa urdhër, ka prodhuar pa drejtësi, ka prodhuar kaos në të drejtat themelore, veçanërisht e drejta e pronës, kaos e drejta e pronës. Totalisht kaos. Ka MTP, thotë, po kushta dha MTP në Kënet? Nikol, ne vim nga veni i Knetës, s'ka pas pronar Kneta, se fusim kot tashti. Ose brejdetje rërë këto. Mos ja fusim kot tash. Nuk ka ndodhur. Kneta është fenomen natyror. Jeta e njeriut në jetë ka qenë zhvilluar në tokë të fortë dhe në mal. Janë brejdetjet. Aq më pak në Knet. Ata kanë të drejtë se thotë kam me të pse unë e marr dhe pse unë se marr me raj tjetri. Po, dakord. Por po ti hyn thellë për të drejtë, kush ta dha aty apo të thënë. Zotë Majani, fillimisht nxorën disa pika që ishin zvërnetësi, dorëheqja, ligji investime strategjike të tjera dhe pastaj siç duket protesta po fokusohet vetëm te një pikë dorëheqja e kryeministit Rama. Jo, kanë shumë kërkesa ata, nuk është kështu. Kryesorja kjo është. Mirë, ajo është që e bën politike. Por strategjia e organizatorëve është kjo që të dalin sa më shumë grupe, që të kenë sa më shumë kërkesa, që të ngjajë kaotike. Domethënë ky është revolucion kaosi në thelb.
taktika është kaos, krijo sa më shumë kaos. Lëvizje qartësisë do thosh? Po, krijo kaos. Sa më shumë që ti jetë diçka e paqartë, që ti të mos merresh, mos kesh një njerëz, se po të kesh një fokus e menaxhon. Po të kesh disa njëkohësisht që të krijohet klima që këtu është kuptara. Në këtë linjë zoni Majani që kërkoi kryeministri që tha mbini 20 veta për debat publik bile dhe këta refuzuan. Po pikërisht. Normale është, sipas me edhe ju besoj, që kur kam kërkesa një informaciona, protesta, lëvizje, kam kërkesë ndaj jush si kryeminist, vinë në debat dhe debatoj, mbroj idenë time, ndaq live, ndaq me sallë të mbyllur, po ama vi dhe debatoj sy për sy. Këta i refuzuan, pse? I hapër mëngjesa në debat. S'ka debatuesat. Kush më gjeti mu, një njëri që i del përballë Edi Ramës në tavolinë, nga këta, cilin do? Jo, se ka disa I elemente. hapër mëngjes. Si hapër mëngjes? I hapër mëngjes. Po tash ne njohim Edi Ramën, ka qaftësi e ka ai. Në negociata është i Zoti. Ato pra ne nuk ulen negociata, pra ne kërkojnë kaos, se thonë nuk negociohet me këtë se këna merr para. Si që ka marrë? Ka marrë para Sali Berishme, Saliu në Lavdishëm, e mori para e fshiu. Zoti Manjani, vjen një moment që edhe njerëzit që shohin proteste mund t'i përkrajnë një pjesë dhe kur thonë që nuk shkojnë negociata, nuk debatojnë. Po pse nuk shkon? Se s'ke aftësi të negociosh. Patjetër. S'ke aftësi të negociosh, dhe ti nuk je gati për politikë. Politika është negociat, do bisedosh, do të rriqesh, do të lësosh. Mbroj idenë time, mbroj programin tim. Nëse ti nuk nuk do të negociosh, do të është qartë që ti nuk je gati për politikë, por do të bësh këtë çartizmin, kaotizmin, që të krijosh idenë në popull që ky Edi Rama është kriminal i madh, domethënë. Kjo është gjithë situata. Masa ja arrin qëllimin, paçin fat, por nëse revolucioni fiton, Nikoll ne duhet ikim. Si do të ikim? Do të ikim çatrin të revolucionit. Apo të kujto se do bësh gjyqje për të marrë pronën të këta. Të fikin derën, presin kokën. Jo. Këta, frikshëm, si partizanët e 45-ës. Jo. Po ta thonë që sot më, vjedhni popullin, thotë, ju keni rrjep popullin, thotë tregtarëve, rrjepin popullin. Qa i thajnë verë 25 e këtyre? Erdhën partizanët me dru i myçin tregtarët në mes pazarit, që të knaqe popull. Edhe ky popull knaqet populli Nikoll, ne e dim këtë. Knaqet, kjo është problemi. Është e frikshme kjo që thonë. Shumë e frikshme është. Unë ne po e them, se është diçka që s'duhet ndodhi. E kemi kaluar në kurrizmo. Dhe e kemi memorien sa të pulës. Po më në qenë një ose dy protestues që kanë folur kundër bizneset e tregtarëve, nuk e besoj gjithë. Jo, është një parti politike. Sytet të cilit e kanë mbi emrin jo larg pamës, po si do qoftë është ashtu. Po të them, i kanë shku, domethënë çfarë punë ka një parti politike te Tegu, falë se po i bëjmë reklam tani pa dashje, për t'i thyer xhamat që ky oligarku që po rrjep popullin. Çfarë është? Çfarë emri i vesh kësaj? Ja, në lëvizje komuniste është. Në thellë. Atëherë, se cili ka biznes në komuniste, paguën taksë. Po të merresh në ekstrem. Dhe kjo është mohabeti. Ky sistem kapitalist. Tash nëse populli shqiptar vendos dhe ka i problem më burse, shiko, komunizmi është seksi, nuk është kështu se ne është seksi mo, të gënjen mendjen. Të ngop me luk bosh, kënaqesh ti, sepse është nxit turmën. Nxitja e turmës është problem, është plan trut dhe i nxit turmën. Turma kënaqen. Turma mësoj vonë që është skaldabanja, e kupton? Vonë kemi mësuar që të shpikën ato që bëshin zhurmë, merr ato me vajguri, të merresh për Nikoll. Po kjo është vërteta. Nga revolucioni vim. Po shkojmë drejt fundit. Shkojmë sa dush më punë. Me e para një herë, me sa kuptova unë, për ju shikues të nderuar të gazetës Koha Jon Online, që emisionin mund ta ndiqni jeni duke ndjekur me sakt live në web, në YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dhe po flasë dhe debatoj direkt live me zotin Ylli Manjani. Ylli Manjani, me sa kuptova, dy gjëra tha që kjo protestë është iniciuar nga Sorosi, apo jam i saktë? Me qarqet e majta. Ideja e revolucionit Flamengo vjen nga ajo linjë. Dhe nëse prap me korrigjohet gjithë. Kundërshtohet, qartësisht kanë fokus ata, të kundërshtojmë gjërat kushtimi, investimin në zvërnjec. Me qëra fjala do ishte gafa më e rëndë që shteti shqiptar të përzojë atë investim. Në mënyrë kategorike të heqësh një investim 4 miliard dollar. Jo më edhe 400.000 dollar tjetë. Mor 4 miliard është. Po ne 4 miliard nëse zgjidhim 400.000, më 400.000. Se do pastrohet një ligatina atje nga plerat tek e fundit ore.
Do iki një memorie e keqe më burr, po tash ne kemi akoma memorie të hape kohën tonë se ti ke pa raportu. Si luaj futboll me kokat e njerëzve të vrarë atje në atë zonë. Po në E ku niseshin skafet. E ku më thon tarafelet e se kjo është shikoj kjo nuk është revolucion, kjo është rrëfën tarafelesh. Deri aty thot zonë mbrojtje. Çfarë po mbroma hajvan? Kokat e prera? Apo apo muzeun e natyrës së skafistëve? Ja, zoti Manjani, fal. Ja pra. Kjo është e vërtetë. Aty ka një reagim nga Bashkimi Evropian për natyrën, për diversitetin, për është duke u bën një aeroport njësoj me të njëjtat standard si 5 aeroportet e Greqisë Veriut. Cili? Në 5 aeroportet e Greqisë Veriut, ke qenë në Lefkada, midis Përvedhës dhe Lefkadës, është një ligatin, është një aeroport aty. Po. Ku çfarë ka aty, lloj bimësie, lloj ata e kanë bërë grekët. Ata do bëhet. Është më rrezikshëm aeroporti se sa ndërtimi i ca shtëpive atje që do jetë një standard. Ky meraku grek, gazetat greke, mediat greke, politika greke interesuar shumë për flamengot tona për Jo, nuk janë të interesuar për flamengot. Unë po ta them pak me ironi. Ata janë në habitatin e tyre, me shumë të drejtë, për sa i takon kësaj gjë. Su preket interesin turizëm. Janë po, jo, shikoj edhe herë. Ne nuk e konkurrojmë dot Greqinë në total, në turizmin e Greqisë. Pa diskutim që në totalin e vetë Greqia ka turizëm shumë më avangardë se sa ne. Por veriun e Greqisë, veriun e Greqisë dhe Korfuzin, patjetër që po. Ky investim kam qenë në Korfuz mas 10 vjetëve, nuk kisha qenë 10 vjet. Kam qenë edhe në Selenik mas 15 vjetëve. Nuk kishte lëvizje as zëmur burr. Morë edhe gropat e rrugëve të para 10 vjetëve që i mashamen aty ishin. Ndërkohë, gjithë bregu jonë, ka tjetër investim infrastrukturor, në pamje, aq sa ne po ankohemi që po ndërtohet shumë. Pa ka, me thënë drejtën është goxha luks, shumë më luks se sa dhe këtë Greqia e shef sigurisht. Dhe ti në qoftë si i bën një resort të tillë që mbledh praktikisht gjithë turizmin elitar, se për atë bëhet fjalë. Aty ka para. Patjetër që Greqia është shqetësuar. Pa diskutim që po. Zoti Manjani, duke të falendruar, kam edhe një të fundit fare. Shkrepe. Nëse ta zëm, të bie se erdhe me bicikletë në studio, që kështu lëviz duket, kalon rastësisht para kryeministrisë. Dhe t'japi mikrofonin, ja për shkak një zonjë po flet tash. Dhe t'japi mikrofonin, jo them me detyrim, po thon, të drejton, po kalon rastësisht. Çfarë do thojë turmes? Shkoni ke shtëpia, mos u bëni skenari i CNN-it. Kaq. As i Reuters është media ndërkombëtare më e rëndësishme në botë. Dakor, po. Është dekor për atë. Kur të marroj në parët e dekorit, është kur mbaron kjo protestë së fundi? Se ti, unë inshallah s'maron, vazhdojmë kështu, s'kam unë nuk më hyn në xhep. Unë prap ju uroj që inshallah edhe ja marrin karrigën e dramës. Se pjella e dramës janë këta. Patjetër, më pjella e dramës janë gjithë. E drama i ka bërë këtë gjë, i ka shpik këtë gjë, i ka inventu këtë gjëra në Shqipëri. E mamen doktori i lavdishëm e bënte protestën Nikola Mamenti. E bënte ke Pallati Kulturës, ke sheshi Skënderbej me reklamën e Love Plusit mrapa. Sa shurishte në atë kohë. Kurse Rama shpiku protestën në rrugë të ngushta, që të ngjaj turm, që të ngjaj kështu. Gjatë madhe kështu, me idenë me kilometra. Ja, e drama e ka shpiktë. Me kilometra. E kupton? Pra janë të gjitha ide që i kanë inventuar në këtë vend e drama. E drama njeh mirë në këtë edhe taktikën, edhe teknikën e njeh gjitha. Ju uroj sukses, shkojnë negociojnë me të. Mbase të nderuar shikues të gazetës Koha Online, ishim pra thash me avokatin e njohur Ylli Manjani, ju falenderit. Mirupafshim. Koha Jon Debat nga Nikol Lesi.